Shtëpi drejt së ardhmës po e quajnë projektin lifti horizontal drejt kozmosit, që është vendosur në Marec të Prishtinës, në ish-shkollën Ramiz Sadiku. Në këtë hapësirë pritet të krijohen mundësi për eksperimente kreative dhe mësim. Objekti një shkolle të vjetër si kjo, e që është renovuar, po synon të shëndrojë atë në një hapësirë pune, ku praktikat artistike, bujqësore, filozofike dhe sociale do të zhvillohen paralelisht. Projekti gjithashtu do të ofrojë mundësi për shkëmbim njohurish, mobilitet dhe ekspozim ndërkombëtar për të rinjt kreativ. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se me këtë ndërhyrje po jepet jetë këtij vendi. Për Sisin, Sislej Gjafën, të gjithë njëni është një artist i mirë njohur i Kosovës që na ka prezantuar në vende të ndryshme të botës, na ka bërë krenar me punët e tij, jeton edhe vepron në vende të ndryshme të botës, po me këtë projekt po mundohemi që kokat e lartësuara me i pru në kryeqytet, me i pru në Prishtinë, me i pru në këto zonat në për të cilat tash sa vite qytetarët i braktisin, mirë po me projekte të tilla sikurse kjo, me kthimin e një shkolle e cila është zbraz prej fëmijëve, me transformimin e saj në një studio kreative në bazë të ideve të artistit të menjuar Sislej Gjafa, tash edhe po japim një jetë të re këtij vendi dhe jo vetëm. Pra ideja për me zhvillu agroturizmin, turizmin malor, turizmin kulturor, është pikërisht kjo, me e kthy jetën në zonat të cilat janë braktis, mirë po nëpërmjet intervenimeve tash të reja, ku ky intervenim, siç e prezantoi edhe artisti Sislej, ka me pru njerëz prej vendeve të ndryshme të botës, pra të artistë të ndryshëm, funksione të ndryshme, programe të ndryshme që bashkë jetojnë këtu për një periudhë kohore 2 mujore. Transformimi i kësaj shkolle u bë nga ideja e artistit Sislej Gjafa. Ai shpreh se lifti horizontal drejt kozmosit është konceptuar si një vend ku kreativiteti dhe mendimi i lirë mund të zhvillohen pa kufi, duke lidhur artin me jetën e përditshme dhe realitetin rural. Në këtë moment ndodhem në këtë shkollën e Ramiz Sadikut, i cili është një shkollë i cili po mendojmë me kriju, po fillojmë me kriju një farë lifti horizontal drejt kozmosit, po ajo është lift faktikisht si një farë brainstorming, një farë forme që sfidon kreativitetin përgjithësi, do t'jetë një hapësirë ku do t'jetë në rezidencat e 6 ose 7 individëve, do t'jetë për shembull një bujk, do t'jetë një shkencëtar, do t'jetë një pastrus ose pastruse, do t'jetë një filozof, një artist edhe një poet. Pra janë 6. Ata do të rinë 2 muaj ditë aty, edhe normal poshtë madje do kanë hapësirat për me punu për 2 muaj ditë. Ato do t'jetë një advisory board që t'i përzgjedh ata, edhe normal do t'jetë edhe kuzhina ku ata do të normal konsumojnë. Ndërkohë që është me rëndësi për neve është me eksploru këtë hapësirë, posaçërisht kur e mendojmë na me kriju një farë qendre, jo vetëm qendra si Prishtina, me këtë respekt, po do të fshatet si qendër për me kriju, me rivitalizu, për shkak se është shumë e rëndësishëm se qendrën na e shpikim. Ndërkaq Ministria e Kulturës Saranda Bogujevci tha se projekte të tilla jo vetëm që japin jetë hapësirave të braktisura, por krijojnë edhe mundësi për edukim dhe bashkëpunim. Jemi këtu për të hapur dyert e adresës së re të kreative për Marecën, e cila u zhvillu me mbështetjen e partnerëve tonë strategjik, UNDP-n dhe Qeverinë e Luksemburgut, të cilët i falenderojmë përzemërsisht për mbështetjen e vazhdueshme në ngritjen e promovimit dhe potencialit tonë ekosistem tonë kreativ. Ajo që po festojmë sot është shumë më tepër se sa rinovimi një objekti. Ky është një shembull i fuqishëm se si objektet ekzistuese mund të rimendohen dhe rilinden, për të sjellë energji të re dhe një qëllim të ri përmes kulturës, kreativitetit dhe bashkëpunimit. E dim shumë mirë që hapësirat e pashfrytzuara si kjo sot mbajnë potencial të jashtëzakonshëm. Ky projekt është financuar nga Grand Duchy of Luxembourg me mbështetje të kryeqytetit. Qëllimi kryesor është krijimi i infrastrukturës kulturore, si dhe në avancimin ndërkombëtar dhe në prodhimin e projekteve kreative që lidhen me jetën dhe dukuritë e fshatit Marec.